Muaj para sulmit në zemër, trupi jep këto tre shenja, mos i neglizhoni, mund t'ju kushtojnë jetën. Ataku në zemër është një nga sëmundjet më të përhapura të zemrës në vendin tonë. Në vendin tonë rreth 9.000 veta preken nga këto komplikacione dhe shumica e tyre krijojnë edhe shqetësime mjaft të mëdha. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktarët më të mëdhenj të humbjes së jetës në mbar vendin tonë dhe në botë. Sëmundjet kardiovaskulare përfshijnë defektet e zemrës, aritmi dhe sëmundjet të arterieve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sidomos atyre koronare. Shëndeti i zemrës përmirësohet nëse ushqeheni mirë, konsumoni suplemente si omega 3 ose hekuri, si dhe kryeni aktivitetet e duhura fizike. Megjithatë, ju do të vini veshjen trupit tuaj në mënyrë që t'jetë në gjendje të parandalojë një atak në zemër. Një atak në zemër ndodh kur gjaku i pasur me oksigjen që rrjedh në vena krejt papritur has një pengesë dhe nuk mund të arrijë në muskulin e zemrës. Si pasojë, kjo pjesë e zemrës nis edhe humbet për shkak të mungesës së oksigjenit. E gjithë zemra mund të shuhet nëse nuk ushqehet me gjak. Nëse kundërveprimi është i ngadalt, atëherë zemra rresh së rrahuri dhe njeriu humbet jetën. Lodhja e tepërt është një prej shenjave të para të një ataku në zemër. Është më se normale të ndjeni të lodhur pas një dite stresuese, por nëse lodhja është kronike, atëherë duhet të shqetësoheni që të kryeni edhe analizat e duhura. Nuk është natyrale të ndjeni të lodhur pasi keni fjetur mirë, keni ngrënë mirë dhe nuk keni bërë asgjë gjithë ditën. Çrregullimet e gjumit janë një tjetër tregues paralajmërues i atakut në zemër. Në këtë mënyrë, subkonscienca po ju tregon se ka diçka që nuk shkon. Çrregullimet e gjumit mund të jenë pasojë e nevojës për të urinuar më shpesh, etje së madhe dhe nevojës për ujë. Konsultohuni me një mjek dhe sigurohuni që gjithçka është në rregull. Një tjetër shenjë paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë do ta keni më të vështirë që të mbusheni me ajër. Tretja e keqe është një tjetër shenjë paralajmëruese e një ataku në zemër. Nëse stomaku është gjithë i trazuar, atëherë diçka nuk po shkon me ju. Keni parasysh që tretja problematike mund të shkaktohet edhe nga ushqimet pikante. Nëse ndjeni dobësi në pjesët e krave dhe ankth në rritje, atëherë edhe kjo mund të jetë një tregues i një ataku në zemër për shkak të mungesës së oksigjenit. Kur kjo i ndodh zemrës suaj, ajo dërgon sinjalet e para. Të gjithë nervat shpërndahen në krah dhe shkaktojnë ndjesinë e dhimbjes. Nëse ndjeni mpirje të duart, atëherë një atak në zemër mund të ndodhë nga momenti në moment. Nëse kuptoni që keni këto simptoma, vizitohuni tek një mjek në mënyrë të menjëhershme për të evituar çdo dyshim të mundshëm dhe gjithashtu krijimin e komplikacioneve që mund t'ju kushtojnë edhe jetën. Sëmundjet e zemrës janë gjithashtu vrasësi më i madh i burrave dhe grave në shumicën e vendeve të globit. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato zen 40% të shkaqeve të humbjes së jetës duke ja kaluar të gjitha komplikacioneve të tjera të mbledhura së bashku. Kohët e fundit edhe mjekët shqiptar kanë dhënë alarmin çdo ditë se po preken qindra persona nga problemet e zemrës, nuk mungojnë as moshat e reja. Por pse sëmundjet e zemrës janë në shifra kaq të larta? Shumë njerëz tregojnë se neglizhimet ndaj simptomave që shfaqen janë arsyet kryesore, por ka edhe raste kur problemet nuk janë edhe aq të dukshme. Veçanërisht kujdes duhet të tregojnë personat mbi moshën 65 vjeçare. Gjithashtu të kujdesshëm duhet të jenë edhe personat që kanë sasi të lartë të kolesterolit në gjak, tension të gjakut, obezitet, pirje të duhanit, diabet dhe ata që kanë predispozita familjare për sëmundjet e zemrës. Për këtë arsye ne do ju tregojmë 12 simptoma për të dalluar një sulm të mundshëm kardiak. Sipas Healthline, këto janë simptomat kryesore që mund të paralajmërojnë shumë për shëndetin tuaj. Nivele të shtuara dhe super të rritura të ankthit. Një atak në zemër mund të shkaktojë ankth intensiv ose një frikë të pashpjegueshme të humbjes së jetës. Të mbijetuarit të ataku në zemër shpesh flasin se kanë përjetuar ndjesinë e dëmtimeve dhe dënimit të pashmangshëm. Dhimbje të pakuptueshme ose të forta të gjoksit. Dhimbja e gjoksit është një nga simptomat më klasike të një ataku në zemër.
Jo të gjithë personat mund të ndodhë një dhimbje e tillë, ashtu si jo çdo dhimbje lidhet me atakun sepse ka mjaft arsye të tjera si problemet maskulare, mushkëritë, ezofagu që mund të jenë në shkaqet. Për të dalluar nëse është vërtet një simptom e cila lidhet me zemrën, dhimbjet ndihen në qendër të gjoksit ose pak më majtas, disa herë edhe në krahun e majtë dhe në shpatulla. Ndodh që disa, sidomos femrat, të kenë një ndjesi në djegjen e gjoksit dhe për këtë arsye shumë persona mendojnë se kanë probleme me stomakun. Kolla gjithashtu mund të lidhet edhe me këtë shkak. Kolla e vazhdueshme dhe një frymëmarrje me shumë vështirësi mund të jetë simptom e insuficiencës kardiake. Si rezultat i akumulimit të lëngjeve në mushkëri, në disa raste personat e prirur për atak kardiak nxjerrin me anë të kollës galbaz të përgjakur. Marrje mendj. Sëmundjet e zemrës mund të shkaktojnë marrje mendj dhe humbje të ndjenjave. Shkaktarët mund të jenë gjithashtu arritmie e zemrës. Lodhje, sidomos te gratë, një lodhje jo e zakonshme ndodh përpara një sulmi të mundshëm kardiak. Sigurisht që lodhja e tillë mund të mos ketë as pak lidhje me zemrën, por nëse diçka ju duket ndryshe nga era e fundit që keni një predispozit për sëmundje të zemrës, është një simptom e cila nuk duhet të neglizhohet. Duhet të drejtoheni tek mjeku i familjes sa më shpejt jetë e mundur. Nëse keni nauze, pra të përzierë dhe mungesë oreksi, edhe këto simptoma mund të lidhen me shëndetin e zemrës. Ndodh shpesh që gjatë një ataku të zemrës, personat të kenë të përzierë ose ndjenjën e të vjellave. Fryrja e barkut e lidhur me insuficiencën kardiake, pra lodhja e skajshme e zemrës, ndikojnë shumë edhe në mungesën e oreksit. Dhimbje në pjesë të tjera të trupit. Në shumë sulme të mundshme kardiake, dhimbja fillon në gjoks dhe përhapet në shpatull, në krah, në bryla, mbrapa qafe, në ofull edhe barku, por ka raste kur nuk ndjen dhimbje në gjoks, vetëm në pjesë të tjera të trupit. Në këto raste, meshkujt kryesisht kanë dhimbje në krahun e majtë, ndërsa te femrat në të dyja krahat dhe ndërmjet shpatullave. Pulsi i shpejt ose i parregullt. Rrahje të parregullta ose të shpejta të zemrës shoqëruar me simptoma të mëposhtme si lodhje, marramendje dhe mungesë frymëmarrje mund të jenë gjithashtu edhe tregues të qartë të një sulmi kardiak, insuficiencës kardiake ose aritmisë. Nëse aritmia nuk kurohet, mund të çojë gjithashtu edhe në goditje në tru. Insuficienca kardiake mund të çojë deri në humbjen e jetës në mënyrë krejt të papritur. Mungesa e frymëmarrjes gjithashtu lidhet shpesh me këtë shqetësim. Shumë njerëz kanë vështirësi në frymëmarrje gjatë aktiviteteve normale ose edhe në momentet e pushimit. Shpesh mund të keni probleme me mushkëritë si astma, bronkopneumonia obstruktive, por mund të jetë edhe një tregues i një ataku në zemër. Në disa raste, personat që kanë pasur atak kardiak nuk kanë ndjerë dhimbje në gjoks, por vështirësi edhe theksime të marrjes së frymës. Në raste të tjera, të dyja simptomat mund të shoqërohen me njëra tjetrën ose vështirësia e frymëmarrjes mund të ndodhë përpara dhimbjes së gjoksit. Fryrje ose edhe entje. Insuficienca kardiake mund të shkaktojë grumbullimin e lëngjeve në trupin tuaj. Kjo mund të shkaktojë entje në zona të ndryshme, si për shembull në këmbë ose edhe në kavilje, madje edhe në bark. Nëse i ndjeni këto simptoma her pas here në përditshmërinë e dietave tuaja, përgatituni të merrni në konsiderat gjithashtu edhe trajtimet e duhura shëndetësore. Djersitjet pa kontroll dhe pa arsye të drejtë për drejtë. Të mbushesh kryesisht me djersë të ftohta është një simptom e një ataku në zemër. Mund të jeni thjesht ulur në karrige kur filloni papritur që të keni djersë të tepërta, njësoj si kur keni kryer ushtrime të ndryshme fizike. Nëse jeni një person që djersiteni shumë dhe ballin e keni të mbushur plot me djersë, adresoheni tek mjeku përkatës shqetësimin tuaj, pasi në të kundërt mund të krijojë vështirësi në shëndet. Dobësia pa arsye. Në ditët e fundit që paraqitet një atak i mundshëm kardiak, por edhe gjatë tij, shumë persona kanë ndjenjën e pafuqisë. Shpesh këta persona gjithashtu kanë një ndjenjë të madhe të lodhjes, treti të dobët dhe pamundësi për të kryer aktivitete ditore. Nëse edhe ju jeni një person që ndjeni këto ndryshime her pas here, paraqituni tek mjeku. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.